Me ritme të larta ka vijuar mbrëmjen e së dielës puna për riparimin e defektit në linjën kryesore të transmetimit të ujësjellësit. Prej shumë orësh strukturat përgjegjëse u angazhuan pa ndërprerje për riparimin e avarisë dhe rikthimin sa më shpejt të shërbimit për qytetarët, ndërsa provat janë realizuar 3 herë, por që në fakt nuk kanë rezultuar edhe aq të suksesshme. Menaxhimi i situatës është kryer nga specialistë të kualifikuar në koordinimin e Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizimeve në bashkëpunim të ngushtë me Ujësjelljes Kanalizime rajoni Vlorë. Në krye të grupit të madh të riparimit të avarisë është vetë drejtori i Agjencisë Kombëtare të Ujësjelljes Kanalizime të Shqipërisë, Flauers Shoshi, si dhe drejtori rajonal i Vlorës, Ermal Murati. Punimet në linjën kryesore të transmetimit me diametër 1000 mm kanë nisur që në momentin e parë të konstatimit defektit dhe kanë vijuar pa ndalesë përmes disa turneve pune. Janë dashur 3 ndërhyrje për këtë situatë të vështirë, ndërsa në orët e vona të së shtunës ujë i pishëm u rikthye përkohësisht, por për shkak të presionit të lartë u krijuan pamundësi teknike. Kjo situatë ka bërë të mundur vijimin me ritme të punës edhe gjatë të dielës. Gjatë gjithë ditës së të dielës, por edhe mbrëmjen e kësaj të diele, është punuar deri në mesnatë. Ndërhyrja ka dhënë rezultate provizore. Sipas specialistëve, një shkarje dheu dhe depërtimi i ujit kanë shkaktuar edhe këtë defekt. Tubi aktual është plastik dhe aktualisht nuk përdoret më. Aktualisht për këtë diametër përdoren tuba gize dhe çeliku, thon specialistët, ndërsa kjo është ndërhyrje e tretë riparuese që bëhet dhe këtëherë linja nuk është hapur deri në fund për shkak se presioni ishte i lartë dhe mund ta dëmtonte. Punonësit e ndërmarrjes së ujësjelljes kanalizime dhe inxhinierët kanë qenë në krye të detyrës, duke qëndruar 72 orë në ujë në kushte të vështira atmosferike për të sjellë ujin qytetit. Drejtori i Ujësjelljes Kanalizime rajoni Vlorë, Ermal Murati, konfirmon angazhimin maksimal, ndërsa u kërkon dijes qytetarëve që nuk po marrin furnizimin, duke u thënë se të gjithë janë në detyrë ditë e natë, derisa të kthehet furnizimi me ujë të pishëm në Vlorë në normalitet. Duhet theksuar se mes natën e të dielës, nga testi radhës në rrjet, është furnizuar një pjesë e qytetit të Vlorës, ndërsa furnizimi ka vijuar edhe gjatë kësaj të hëne, ku një pjesë e qytetit ka marrë ujë të pishëm. Ndërsa për pjesën e cila nuk është furnizuar me ujë, ky shërbim është mundësuar përmes autoboteve.